mbajt lidhjen ju kaq të fortë? E kena dash një Që jeni njoftu tregom. Vëlloj, jena njoftu. Qëtë kohë na pishe që kjo që është, në qëto e dola si njeri, pa qita si njeri. Pëlqimi shkon në foka, janë në foka e kësoj, edhe që ku jemë zëtë. A jeni të lumtur? Po, plesht jënë mjetë, veç posible, në për rrugë. Tregona pak që shpo e shef në jetën në Kosovë. Edhe. Pse edhe? Çka mirë, çka keq? Keqërinia shkoj, plesht jënë mjetë, veç posible, në për rrugë. Po Facebook, pse po mendon që po shkojnë rinia? Pa punësia, ku që tjetër? Po shihet që s'po kem fort shumë rini. Çka duhet? Çka po mendoni? Kushtet, se për punën do të ma shumëti për rini që tash, se kem një rini që edhe bota nuk e ka. E qaja duhet me pa fabrika, punësinë sa ma shumë, rinia këthehen me njëherë. Se këta qeveris e kanë plësua atë korupcionin, s'po mujnë e gjithë filin. Që kjo është puna. Se se unë për vetë që ku me lypë modë. I bona gotë e 70 vjetë. Unë e du këto Prishtinën që të jam linë që të podesë. Që do vendosim e nejtë. Tregona pak, apo mendon që është respekti i njëjtë i rinisë në Kosovë, që shka që edhe? Ka ndryshu pak, po koha e bënd vetën, se cilë. Që kjo, pa punësia, nervozimi, anena pak jënë ba agresive rinia, se kishin punësue, edhe me punu rregullisht, nuk bëhen as agresive, po bëhen që shdohet rinia. Edhe pak kulturë dhe të me pas. Apo mendon që ka humbë pak pjesa e respekti? Po, valla, po, se e di se edhe na jena shkollum, po në rëshik na pas. Po, fejfësi. Tregona një moment të lumtur që e keni pas edhe në bashkëshortore. Kena pas, kur na kanë linë 2.000 qike djallë, nipat, mesat, qështa. Çka e ka mbajt lidhjen ju kaq të fortë? E kena dash një Që jeni njoftu tregom? Vëlloj, jena njoftu. Qëtë kohë na pishe që kjo që është, në qëto, po tash nuk o kohës kjo, tash zi që me thonë nuk onë. Atëherë u konë knasia, që u konë një farë parasje, onë është orë shumë e këtë. Shkojshin tërë ditë, në mbramja u shëtë që në aty, i dola si njeri, pa qita si njeri. E që tha? Edhe i një begenis. Pëlqimi shkon në foka, janë në foka e kësoj, edhe që ku jemë zëtë. A jeni të lumtur? Po, Po vjen shumë mirë edhe unë ju uroj shumë shëndet. Faleminderit edhe ju kaloni mirë. Kalofshi mirë, inshallah keni sukses. Faleminderit shumë. Po nuk mendoj që vetëm një ditë. Po duhet me juru 365 ditë. Normal. Kanë drejta gratë sot? Gratë kanë të drejta. Kanë fitu të drejta, të shumta. Mirë po kërkohen ende këtë aspekt, kërkohet që të vedisohen jo vetëm burrat, por të vedisohen edhe gratë. Sepse të drejtën dhe lirin nuk ta jep gjithkush, po duhet me kërkue, me fitue, me marë. Përndryshe, nëse gratë nuk punojnë në drejtim, bota femërore nuk punojnë në drejtim, që më barazu me mashkullin, atëherë normal që ajo vetë i bëndom dhe refuzon të ketë drejta dhe liri. Kështu që në këtë rrugtim të pas luftës, femrat shqiptare, përgjithsi femrat kosovare, kanë fitu të drejta, liri, mirë po. Shumica qytetarë po thojnë, po kanë drejta boll, po hala po lypin drejta. Jo, kanë fitu të drejta. Aq sa nëse të tjerë thënë kanë drejta boll dhe gratë ose bota femërore, thash drejtat nuk ja vdhoron kërkush, ato duhet me i marë. Mirë po, paralel me marrjen e të drejtave dhe kultivimin e të drejtave dhe avansimin e të drejtave, duhet, paralel me këtë, duhet rritet edhe përgjegjësia. Normalisht. Dhe mjerisht në Kosovë, një shumicë e grave kërkojnë të drejta maksimale, ndërsa përgjegjësinë nuk e marrën. Dhe këtu është defekti.
Prandaj apeloj të gratë që paralel me avansimit të drejta tyre të marrin edhe përgjegjësitë e tyre. Se nuk mjafton ti me pas liri nëse ti nuk punon, nëse ti nuk krijon, nëse ti nuk edukon, nëse ti nuk je, si them, në progres me arsimim, nuk je me progres në punë, çfarë do të qoftë punë në fushat ndryshme, në art, kulturë, shkencë, teknikë, teknologji. Na të falenderojmë shumë për kohën që ndove me ne. Me ndirë qofshi. Shumë faleminderit, e pa shnete. Përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë mendimi keni për respektin e rinisat? A ka ndryshuar apo është njëjtë? Në përgjithësi sa i përket arsimit, edukatës tonë. Po, unë kam punuar një 40 vjetë në arsim të mesin të Kosovës, edhe respekti ka qenë jashtëzakonshëm i rinisë të kohët të hershme, vitet 70-80 kështu me radhë. E kur e krahason me sot? Por sot, kur e krahasoj, nuk mund ta krahasoj sepse është diametralisht i kundërt. Dhe pse ka ndryshuar shumë kjo rini? Sepse janë keq përdorur liritë dhe drejtat e njerëzit, dhe mendojnë se me demokracia lejon çdo gjë që tekët, dhe a ligjet e veta i ka demokracia që nuk bën të shkelin kërkush, prej kryeministit dhe presidentës e deri te njeriu më i rëndësishëm. A mendon që liria e tepërt të ka bërë që rinia sot me... Po nuk ka vetëm liria e tepërt, po edhe rrethona të ndryshme shoqërore, ekonomike. A mendon që edhe rinia shkon sipas hapave të shoqënisë, duhet me zgjedh pak shoqëninë sepse mundet Do të gjithsesi ato që janë të, domethënë si familje po nisën për spari. Domethënë mas pari edukata familjare mirët në familje. Manifeston pastaj edhe në shoqëri dhe derisa të piqen njerëzit. Rrethonat mjeresht të Kosovës janë pas lufte. Përpara lufte e dim të gjithë se çfarë kemi vujtur, po edhe pas lufte kemi pasur shpresë të jashtëzakonshme për mirëqenie, jo vetëm materiale, po edhe shpirtërore dhe të gjitha, edhe për realizimin e të gjitha dëshirave që s'mund të na pengojë më askush, as në shkollë, as në fakultet, as askund. Mirë po mjeresht ik. Përdorim pak gjithë këtë liri që po e ka kjo rini sot. Një pjesë e vogël nuk e kesh përdor, se e kanë në traditë, domethënë. Pjesa më e madhe mjeresht e kesh përdor. Pastaj ëndrat i shohin jo në vend vetë në Kosovë, domethënë, po i shohin ëndrat jashtë, mendoj që atje është parajs. Edhe nuk është parajs, unë kam qenë në për tërë Evropën. Kur e krahason me Kosovë? Po ata janë shumë përpara në shumë aspekte. Normalisht. Mirë, po ti keni vërejtur, keni qenë ndoshta edhe ju. Po. Veshin për shembull. Vajzat atje, krahasim me këtu, janë të veshur duken shumë thjesht. Jashtë të jashtëzakonshme, nuk ngjyrosën, nuk ku di, po. Mirë po, është ta kenë model atë që është më e mira në Evropë, dhe sepse ne synimin e kemi në Bashkimin Evropian, sepse edhe gjeografikisht s'mundemi me kalu tjetërkon. Ta mundemi pas meq të fortë, Amerikën e tjera, po të vendin s'mundesh. A mendon që kur ti ka prish pak raportet me? Nuk mendoj. Siç po thonë qytetarët. Nuk mendoj. Këto i thonë shumica për shkaqe të inatave, sepse kjo për shembull presidenti amerikan, letrën që ja dërgoi presidentes, por tjenë raportet e prishëra, nuk të përfilë se jeni një zera madhe, pa thëmë, më keq kuptohem, në thojza për thëmë, dhe më thonë, nësë jemi asgjë. Nuk hinë konsiderat as pak, qëfar do që i thuti? Kështu unë mendoj. Na të falenderojmë shumë që ndove ku me neve. Ju përshëndes.